Shën e burri jam, 2 parë komplet. Nëse ki mu martu vitin tjetër, kjo video është për ty. Sot po puna gati për më shku në një tasëm që e kemi bo organizimin, Mariani edhe unë. Po du me ju tregu pak qa kemi me bo sot, që me ditë ka shumë krejt ju që keni më martu edhe keni nevoj për asistencë. Qifti është prej diasporës, kështu që ky shërbim sidomos ju ndihmon qifteve prej diasporës që nuk janë këtu edhe që ju duhet me ardhur disa herë gjatë vitit për me rregullu senet për dasëm. Tu fillu prej sallës, prej këngëtarit, prej dekorit, prej detajeve më të voglave të terminat që janë. Çka bëjmë na? Neve na duhet veç në takim me qiftin, ku mundemi me kuptu se cilat janë dëshirat e qiftit për dasmën e tyre, çfarë këngëtarësh, çfarë sallash, çfarë dekori, a dojnë me bo ceremoni kurorëzimi, nuk dojnë me bo ceremoni kurorëzimi, sa vella, ku dojnë me bo vellët, ku dojnë me bo grime, nuset, ku dojnë me marrë kostumet, ku dojnë me bo ftesat, ku dojnë, të më thonë se cili detaj që përfshin dasma. Muzika, prerja e tortes, dizajni i tortes, hyrja e qiftit, çdo detaj i mundshëm. Pse po them që kjo ju ndihmon shumë sidomos qifteve prej diasporës, është për faktin se krejt kryhet përmes nesh. Do të thonë na jemi si ndërmjetësues. Ata kanë një grup të këngëtarëve që i kanë menduar, na i kontaktojmë, i pyesim për çmimet, kthehemi te qifti, ja japim informatat, ata vendosin, na ja u dërgojmë këngëtarit ka parën, do të thonë s'ka nevojë qifti marr prej Zvicrës, prej Gjermanie ose prej kudo që më marrë këtu me kapare edhe me u taku me këngëtarët. Edhe njëjtë do më thonë funksionon në krejt aspektet tjera, qoftë për sallë, qoftë për çka do tjetër. Ideja që saj ka ardhur prej faktit se Mariani ka përvojë tash sa vjet, shumë vjet me dasma, si fotograf i dasmave. Edhe ka po prej afër krejt gabimet që mendojmë që i bojnë, edhe krejt të mirë. Edhe mundu me i marrë që ato edhe me apliku në dasmën tonë, që jemi mundu me bo pak më ndryshe, edhe me investu në do detaje që për një me ta rregullojnë dasmën, edhe ju në do detaje që mundet me qenë shumë të panevojshme. Organizimi i dasmës ndihmon po ashtu edhe me menaxhu shumë mirë buxhetin, se ka shumë senet që munden me kushtu shumë, po që ka opsione shumë të mira ose që janë investime që nuk është që ja vlejnë. Përveç organizimit, do më thonë e merrni edhe, përfitoni edhe këtë pjesën e këshillimit, se çka mendojmë na që mundet me qenë shumë e mirë si opsion për dasmën tuaj. Sot jemi të dytë aty, Mariani është edhe në rolin e fotografit, ndërkohë që të dytë jemi edhe në rolin e organizatorit të dasmës. Kemi menej gjatë gjithë kohës aty, me qenë kontakt me krejt ekipet që kanë me performu, në rend parë me qiftin, po edhe me krejt tjerë që kanë me kompletu dasmën. Shën e burri jam, 2 parë komplete. Sot do të jetë një ditë e bukur. E mira edhe më rëndësishme që qifti nuk kishin hiç stres, e që është shumë me rëndësi. Edhe tash më ka nisë na, këna më shku të shtëpia e nusës, një botë foto me familjar, masaj me dhënën, masaj kunërzimi, shotingo, dasma edhe u kry. Natën e mirë. Natën e mirë.